pa ndonjë surprizë, edhe këtë fundvit, udhëtimi drejt Juglindjes është kthyer në një makt për qytetarët, që prej 31 dhjetorit, trafiku ka paralizuar me qindra automjete në akset kombëtare drejt Juglindjes. Me orë të tëra, qytetarët që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në Juglindje janë përballur me radhë kilometrike automjetesh me temperaturave të ulta. Të shtunën, kthimi nga Juglindje është kthyer po ashtu në një makt. Nga Hotolishti drejt Tiranës, automjetet kanë mbetur të paralizuar në trafik kilometrik. Prej orës të tëra, kanë mbetur të bllokuar në trafik familjar të shumt me fëmijët e tyre. Përgjatë gjithë segmentit, nuk është vënë re asnjë patrullë e policisë rrugore, e cila duket inekzistente në këtë situatë, në të cilën duhet të ishin marrë masa. Sipas të dhënave nga harta, vija e trafikut nga Prenjasi për në Tiranë është e kuqe, duke treguar kështu trafikun e rënduar, ku tregohet se duhet të rreth 3 deri në 4 orë për të mbërritur në kryeqytet. Po ashtu, është e kuqe edhe vija e trafikut nga Hotolishti në Tiranë.